Kryeministri Edi Rama nga podcasti Së dielës flasim u ndal tek çmimi i naftës dhe roli i bordit të transparencës. Ai theksoi se bordi nuk vendos çmimin arbitrarisht dhe nuk do të ulë çmimin në mënyrë që të rrezikojë furnizimin e tregut. Numri 1 i qeverisë shpjegoi se çmimi tavan i naftës përcaktohet sipas tregut ndërkombëtar dhe bordi thjesht monitoron lëvizjet e tij, duke ndaluar çdo manipulim nga operatorët që mund të dëmtojë konsumatorët. Qeveria shqiptare do të bëjë gjithçka për të siguruar që situata të jetë transparente dhe konsumatorët të mos preken nga vendimet e bordit, shtoi Rama. Ky mekanizëm lidh drejt për drejt çmimet në Shqipëri me lëvizjet në tregje ndërkombëtare dhe jo me vendime të njëanshme të operatorëve vendas. Dhe kjo do të thotë që në varësi nga lëvizja e çmimit në bursë, bordi qëndron vimësisht në anën e konsumatorëve, e drejtuesve të mjeteve, e qytetarëve, dhe ruan kufit e qartë mes çmimit të rritur objektivisht si rezultat i lëvizjes në tregun ndërkombëtar, prej ku edhe importohet nafta në Shqipëri, dhe nga ana tjetër abuzivizmit që në këto raste, nëse gjen shesh, bën gjithmonë për shesh. Deri tani duket se gjithçka funksionon ashtu siç duhet, por do të bëjmë çmos që deri në përfundim të kësaj situate që nuk varet as pak nga ne, gjithçka të jetë transparente dhe asgjë e tepërt të mos cënojë konsumatorët. Në podcastin Flasim, Rama u ndal edhe tek aksioni për lirimin e hapësirave publike, që qeveria e vijon prej muajsh tashmë, duke theksuar vendosmërinë për të mos u ndalur përballë këtij realiteti. Vazhdon me këmbgulje lirimi i hapësirave publike dhe imponimi i një statusi të ri të hapësirës publike. Nuk është e lehtë, është lufta me një mentalitet të rrënjosur, me sa duket ende më thellë se sa këto 30 e kusur vite, me sa duket i kombinuar dhe me mentalitetin e përpara kohës kur hapësirat publike ishin hapësirat e një shteti unik në një diktaturë të ashtu quajtur të proletariatit, ku proletarët i kishin të gjitha me fjalë dhe i kishin të gjitha bashk, por s'kishin absolutisht asgjë. Në ndërkohë që procesi, siç e kam thënë qysh në kryet herës, mbasi kemi fituar mandatin e 4, nuk është një proces i përkohshëm, nuk është një aksion i një jave, një muaj, 2 muajsh, por është një angazhim i vazhdueshëm për të rivendosur rregullin në përdorimin e hapësirave të përbashkëta. Po shtrihemi edhe në zonat që natyrisht dhe pikërisht pse janë zona me interes turistik, nuk mund t'jenë pika ku hidhen inerte e ku ngrihen ngrehina të pakuptimta pa leje, dhe paralelisht po ecim me modelet e reja që do të zëvendësojnë ato të vjetrat në bazë të studimeve të bëra nga arkitekt dhe në bazë të punës të bërë nga bashkitë, si edhe po përfundojmë rregulloren e përgjithshme mbi bazën e cilës pastaj të gjithë ata që funksionojnë në sipërmarrjen që lidhet me shfrytëzimin e hapësirës publike do të kenë të qartë se ku janë kufit e tyre. Dhe faktikisht parimi i thjesht do të jetë 70 me 30% të një hapësire ku 70% do të jetë gjithmonë i publikut, do të jetë gjithmonë i komunitetit, do të jetë gjithmonë i atyre që ecin në këmbë. Duke u referuar shifrave të publikuara të rritjes ekonomike për tremujorin e fundit të vitit 2025, Rama vlerësoi se ekonomia shqiptare vijon të rritet dhe ruan trendin e vet pozitiv. Me një rritje që shkon në afro 4%, kreu i qeverisë vlerësoi se Shqipëria ja ka dalë tashmë të jetë ofertë ekonomike për sipërmarrjen pothuajse në çdo drejtim.